A ka falje për dikë që ka bërë mëkate të mëdha? Po nëse a i ka vrar 99 vetë, a mund të keq shpresë për të? Kjo është një histori që do të bëj të mendosh. Buri shkon tek një murg dhe e pyet: a ka falje për mua? Murgu t'i vjen keq, por i thot: jo, nuk ka shpresë për ty. Buri zemërohet dhe e vret edhe atë, duke bërë 100 vrasje. Por më pas, a i përsëri ndjeu peshën e fajt dhe kërkoi një tjetër dietar. Dietari e dëgjon dhe i thot: po, Allahu i fal mëkatet e të gjithë atyre që pendohen sinqerisht. Shko në një vend tjetër, larg nga njerëzit e këqij, dhe nis një jetë të re. Buri nisi udhëtimin e tij, por në rrugë ai vdiq. Engjëjt e mëshirës dhe ata të ndëshkimit zihen për shpirtin e tij, pasi ai nuk kishte arritur ende në qytetin e mirë. Atëherë Allahu urdhëroi tokën të tkuret në mënyrë që buri të jetë më afër qytetit të mëshirës, dhe ai e fali. Kjo histori na mëson se pendimi i sinqert e hap derën e mëshirës së Allahut. Nuk ka rëndësi sa ke rënë, rëndësi ka sa sinqerisht dëshiron të ngrihesh, mos e humb kurrë shpresën te falja e tij.